Situate vështirë nga zjarret që prej 4 ditësh po djegin sipërfaqe të tëra të parkut kombëtar të Lurës. Terreni po ndihmon flakët të përparojnë ndërsa po punohet nga ajri për vënien në kontroll. Aktualisht s'ka rrezik për zonat e banuara. 11 vatra zjarresh janë aktive nga averiu në jug, ku përveç Lurës problematike është situata edhe në Dajt dhe Mirdit. Edhe në Europë është zgjeruar harta e zjarreve, por kritike është gjendja në Kroaci, ku ka mbi 1000 të evakuuar gjatë orëve të fundit. Inspektoriati i punës shton kontrollet në bizneset e zonave turistike. Nga kontrollet ka rezultuar se 40% e bizneseve kishin probleme me punonjësit që mbaheshin në gjendje informale, pa kontrata pune, të mitur ose të deklaruar me paga minimale. Të dhënat e fundit të Instat nxjerrin një rritje të fenomenit të dhunës brenda familjes. Sociologët thonë se shifrat janë alarmante dhe se arsyet lidhen me modelin e ndërtimit të familjes, por edhe me gjendjen ekonomike. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka pranuar sot propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të zgjedhur një president konsensual jo partijak. Në anën tjetër, PDK i ka bërë thirrje Kurtit të mos vijojë të mbajë të bllokuara institucionet. Val spekulimesh pas dorëheqjes së sekretares së shtypit të shtëpisë së bardhë Caroline Levitt. Ajo tha se donte t'i kushtonte më tepër kohë familjes, por në rrjetet sociale hidhen dyshime se ajo nuk e priti mirë braktisjen në avion pas kthimit nga Turqia. Një spanjoll është emëruar drejtori i departamentit të arbitrimit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Në vend të Sokol Bjareci do të jetë Bernardinho González Vázquez, që ka pasur një karrierë të gjatë në kampionatin spanjoll. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do të flasim së pari për situatën e zjarreve në parkun kombëtar të Lurës, ku prej 4 ditësh po diqen sipërfaqe të tëra, terreni i vështirë, po ndihmon edhe flakët të përparojnë, por për momentin nuk ka rrezik për zonat e banuara. Prej 4 ditësh kjo është pamja në parkun kombëtar të Lurës. Kjo për shkak të një zjarri masiv i cili ka përfshirë një pjesë të konsiderueshme të parkut kombëtar të Lurës. Flakët e nisura më 11 gusht kanë bërritur në zemër të parkut kombëtar të Lurës. Zjarri ka përfshirë kurorën e këtij parku, një sipërfaqe pyjore me bredha. Ndërhyrja ka qenë e vështirë për shkak të terrenit. Flakët ndihmohen edhe nga era për të përparuar edhe më tej. Në terren janë më shumë se 250 forca, të cilët punojnë nga toka, ndërsa ka patur edhe ndërhyrje nga ajri. Në zonë patrullojnë shpesh 2 avion dhe një helikopter, duke hedhur ujë. Po punohet që flakët mos t'u afrohen zonave të banuara. Terreni është shumë i vështirë në kuptimin që nuk futën mjetet, ne vetëm futim ushtar dhe zjarrfikset me pompa shpine. Si për në mal nuk arrin të futën në zjarrfikset. Sipërfaqja e djegur deri tani është e konsiderueshme. Janë gati mbi 200 hektar sipërfaqe pyjore, më shumë kullosore, po edhe pyjore, që është përshkruar nga zjarri. Dyshimet janë se bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme. Autoritetet thonë se identifikimi i personave është i vështirë për shkak të sipërfaqes së madhe të parkut, ndonse monitorohet me roje. Ndërkohë në zonën e Priskës në periferi të Tiranës riaktivizohen her pas here vatrat e zjarrit. Atje ndodhet gazetarja jon Gerta Vasku, të cilën e kemi në këto momente në komunikim të drejt për drejt. Gerta, të përshëndes, si është situata aktualisht në zonë dhe a rrezikojnë banesat? Iva, ju përshëndes, pak minuta më parë ka nisur në fakt operacioni nga ajri këtu në zonën e Priskës për shkak të vatrave aktiveve të zjarrit, të cilat her pas here riaktivizohen. Pak më parë ka pasur një agravim të situatës në një prej vatrave të zjarrit, që në fakt ndodhe dhe jo shumë larg zonës së banuar këtu në Priskë. Për këtë arsye, pak më parë helikopteri i forcës ajrore ndërhyri nga ajri me hedhje të ujit për të neutralizuar situatën. Ka një shqetësim për momentin në këtë vatër e cila
pak më parë ishte aktive, ndërkohë që operacioni nga ajri në këtë zonë i forcës ajrore vijon. Ne në fakt jemi të pozicionuar në Prisk, ku duken dhe sipërfaqe të shumta të shkrumbuara në këtë zonë, por edhe në fshatrat më tej, por në fakt për shkak të pozicionit ku mund të arrijë edhe zjarrin që ndodhet në malin e Dajtit, nga ku po vijon dhe operacioni i forcës ajrore në këtë moment, për shkak të sepse edhe atje ka pasur një agravim të situatës gjatë ditëve të fundit. Siç duket edhe nga pamjet, janë 2 helikopterë të forcës ajrore që po punojnë në të dyja këto zona, pra në Prisk, por edhe në malin e Dajtit, për të bërë të mundur neutralizimin e flakëve, për shkak se her pas here vatrat aktivizohen edhe për shkak të erës që në fakt prej disa ditësh është tepër e fortë në këtë zonë, çka favorizon edhe përhapjen e mëtejshme të flakës. Për ta ritekstuar edhe një herë, këtu në Prisk, vatra e cila u agravua pak më parë ndodhej disi afër zonës së banuar, çka mund të rrezikonte ato dhe për shkak të kësaj situate të rrezikshme, u pa e mundur që të bëhet dhe ndërhyrja nga ajri, e cila ju bashkua operacionit nga toka, në fakt që ndodhen prej ditësh efektiv të zjarrfikses së Tiranës. Qartë, Gertat, falenderoj për gjitha informacionet që sollen në studio lidhur me këtë zjarr, ndërkohë për gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 29 vatra zjarresh dhe sipas Ministrisë së Mbrojtjes 11 janë aktive, 3 janë në monitorim dhe 4 po mbahen nën kontroll. Një vatër raportohet edhe në qaf Helmes të Bashkisë së Bulqizës, edhe në Trojës të Mirditës, 10 forca në teren po punojnë për ditësh për të izoluar flakët. Zjarre aktive ka edhe në malin e në Merçkës dhe Dhëmbelit, në përmet që vazhdojnë të digjen prej disa ditësh. Në operacione në angazhuar edhe ekipet e strukturave të mbrojtjes civile dhe vullnetar në një teren të thyer. Operacionet për shuarjen e zjarreve vijojnë nga toka dhe nga ajri me 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor, ndërsa prioritet u është dhënë mbrojtjes së banesave më të rrezikuara pranë flakëve. Edhe Europa po përballet me një situatë alarmante për shkak të zjarreve masive. Kritike është gjendja në Kroaci, ku ka mbi 1000 të evakuuar për gjatë orëve të fundit. Probleme ka edhe në Angli, Francë, Spanjë e Gjermani. Valet të nxehtit përvëlues po ushqen zjarre shkatërruese në të gjithë Europën. Situata më alarmante është në Kroaci. Flakët masive në qytetin bregdetar të Omishit kanë detyruar evakuimin e mbi 1000 personave, mes të cilëve 300 turistë çek. Të paktën 54 persona kanë marrë ndihmë mjekësore dhe 19 janë hospitalizuar, me disa prej tyre në gjendje kritike për jetën. Situata e zjarreve konsiderohet si e paprecedent. Alarm edhe në Britaninë e Madhe, ku zjarret përfshin zonën e West Midlands. Të paktën 19 persona u dërguan në spital, ndërsa flakët rrafshuan disa banesa në Angli, duke shkaktuar evakuime masive. Alarmi kuq mbetet edhe në pjesën tjetër të kontinentit. Në Francë janë djegur mbi 1100 hektar pisha në rajonin e Landes. Në Spanjë, zjarri në Huesca ka shkrumbuar 8000 hektar. Në Gjermani, ku 1800 banorë u evakuan në orët e para të mëngjesit pranë kufirit me Belgjikën, pasi flakët përfshin 62 hektar pyll. Ndërsa në Greqi, zjarri i madh në Halkidiki shkaktoi evakuime masive të turistëve nga deti e toka për shkak të dëmtimit të shtëpive dhe infrastrukturës. Inspektoriati i punës ka shtuar kontrollet në bizneset e fokusuara në sektorin e turizmit. Nga kontrolli ka rezultuar se 40% e bizneseve kishin probleme me punonjësit që mbaheshin në gjendje informale pa kontrata pune, të mitur ose të deklaruar me paga minimale. Rritja e aktivitetit të subjekteve në sektorin e turizmit të shoqëruar edhe me rritje të çështjeve dhe problematikave në zbatimin e kodit të punës. Ndaj, prej muajit qershor, Inspektorati i Punës thotë se ka nisur kontrollet në të gjitha subjektet, por kryesisht ato në sektorin e turizmit, për shkak të riskut të lartë që ato mbartin. 70% e planit do të jetë përqendruar në subjektet që operojnë në sektorin e turizmit. Janë të klasifikuara me risk të lartë, patjetër që nuk do të lihen më njanë edhe subjektet e tjera.
Vetëm gjatë një muaji, inspektoriati ka inspektuar 342 subjekte dhe 40% prej tyre kanë rezultuar me probleme, kryesisht punonjës totalisht informal apo në informalitet gri. Ka rezultuar të jenë të punësuar rreth 3800 punonjës. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë në rajonin Tiranë-Durrës. 40% e inspektimeve kanë rezultuar me probleme apo me çështje që lidhen me mosbatimin e legjislacionit të punës, raste të punësimit informal, raste të informalitetit gri nëpërmjet deklarimit jo të plotë të pagës, raste të punësimit të miturve. Problemet të zbatimit të kodit të punës nuk i kanë shpëtuar edhe shtetasit e huaj që punojnë në Shqipëri, kryesisht në sektorin shërbimit dhe turizmit. Dhe në të target group janë evidentuar probleme të ndryshme. Në 178 punëmarrës të huaj, 35 kanë rezultuar me çështje apo problematike të punës. Për subjektet e gjetura në shkelje janë aplikuar masa nga paralajmërime e gjoba e deri tek pezullimi i aktivitetit. Çdo subjekt i cili është gjetur në shkelje është aplikuar një masë pezullime, paralajmërime, por edhe gjoba. Inspektimet do të jenë periodike si në zonat bregdetare ashtu edhe në ato malore, ku në këtë periudhë kanë një aktivitet të ngjeshur për shkak të fluksit të turizmit. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë vëre një rritje të ndjeshme të transfertave në euro, muaj Korri ka shënuar edhe fluksin më të lartë. Më shumë pagesa, më shumë fonde të transferuara dhe një ritëm veçanërisht i fortë në euro. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, gjatë 7 muajve të parë të vitit janë kryer rreth 288.000 transaksione në euro me një vlerë totale prej 4.34 miliardë eurosh. Në janar numëroheshin rreth 31.5 mijë pagesa, ndërsa në korrik shifra arriti në 49.000 transaksione, niveli më i lartë i vitit. Në vetëm 7 muaj, numri i pagesave në euro është rritur me rreth 55%, edhe vlera e transfertave është zgjeruar ndjeshëm nga 481 milion euro në janar, në korrik u regjistruan 708 milion euro. Kjo tregon se moneda europiane po luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm në transfertat me vlera të konsiderueshme, ndërsa rritja e numrit të pagesave tregon edhe intensifikimin e përdorimit të sistemit. Në lek ritmi është më i moderuar. Nga janari në korrik, numri i transaksioneve u rrit nga 13.3 mijë në 13.8 mijë, ndërsa vlera nga 1.52 trilion në 1.60 trilion lek. Shifrat tregojnë një ekonomi me qarkullim të lartë financiar, ku veçanërisht pagesat në euro po zgjerojnë si numrin ashtu dhe peshën e tyre në sistemin e pagesave. Dalemi tani me zhvillimet nga kronika. Policia e Tiranës ka njoftuar goditjen e një grupi të shpërndarjes së drogave të forta. Uniformat blu ndërhyjnë në momentet e dorëzimit të drogës, duke vënë në pranga 2 persona 19 dhe 26 vjeç. Policia sekuestroi 252 gram kokain, një automjet dhe 3 celular. 2 denoncime për dhunë familje zbuluan një arsenal armësh. Në Lezhë, në pranga ka përfunduar një 33 vjeçar nga ky qytet dhe një 48 vjeçar nga Kurbini, pasi posedonin në banesë armë dhe kallopetritoli. Uniformat blu u gjetën të fshehur 5 kallopetritoli, 2 armë zjarri, njëra me fishek në fole dhe municion luftarak. 33 vjeçari në Lezhë, sipas policisë, u denoncua për dhunë ndaj bashkëshortes së vëllait, ndërsa i arrestuari në Kurbin u denoncua për dhunë ndaj babait të tij. Të dhënat e fundit nxjerrin një rritje të fenomenit të dhunës brenda familjes. Në vendin tonë, sociologët thonë se shifrat janë alarmante dhe se arsyet lidhen me modelin e ndërtimit të familjes, por edhe me gjendjen ekonomike. Dhuna në familje vijon të jetë një problematik shqetësuese në shoqërinë shqiptare, teksa shifrat zyrtare tregojnë rritje të rasteve në vitet e fundit. Sipas të dhënave të Instat, viti 2024 ka shënuar dhe numrin më të lartë të veprës penale të dhunës në familje. 2139 raste janë raportuar në polici gjatë këtij viti, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me 2 vitet e mëparshme. Është një turp social për shoqërinë shqiptare, sepse dhuna është e papajtueshme me qytetërimin. Por cilat janë shkaqet që çojnë në përdorimin e dhunës brenda mureve të shtëpisë? Ka arsye ekonomike, pa diskutim, është një faktor, ka të bëjë me mënyrën, me modelin e ndërtimit të familjes. Familja e sotshme shqiptare ka pasur një evolucion të brendshëm, pra nuk janë më ato raportet e dikurshme midis burrit dhe gruas, midis prindërve dhe fëmijëve. Shkaqet e dhunës janë të lidhura edhe me papunësim. Gratë dhe vajzat mbeten objekti kryesor i dhunës brenda familjes. Megjithatë, shifrat tregojnë se është rritur edhe numri i burrave të dhunuar.
dhunuar. Në vitin 2024 janë regjistruar 804 raste të burrave të dhunuar, përkundrejt 685 në vitin 2023 dhe 583 në 2023. Ajo dikotomia e vjetër gjinore që vetëm gratë dhunohen, me sa duket nuk i qëndron më këtij realitetit sotshëm bashkëkohor. Po besoj që nuk mund të them se është shprehje e emancipimit, në qoftë se dhe gruaja përdor të njëjtat mjete maskiliste siç është dhuna ndaj burrit. Sipas sociologëve, përdorimi i dhunës në familje sjell pasoja të rënda jo vetëm tek viktima, por edhe anëtarë të tjerë të familjes, sidomos fëmijët. Ndërkohë, shtimin e rasteve nga viti në vit, ekspertët e lidhin edhe me rritjen e ndërgjegjësimit për të denoncuar dhunën tek autoritetet. Zhvendosemi tani në Kosovë, aty ku kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka pranuar sot propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës për të zgjedhur një president konsensual jo partijak. Në anën tjetër, PDK i ka bërë thirrje Kurtit të mos vijojë të mbajë të bllokuara institucionet. Kryeministri në detyrë dhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti ka përshëndetur qëndrimin e kryetarit të LDK-s Lumin Avdigjiku për gatishmërinë e kësaj partie për të diskutuar rreth zgjedhjes së një presidenti konsensual. Ai u ka bërë thirrje dhe PDK-s dhe Aleancës që të ulen në një tryezë për të gjetur një figurë unifikuese për president. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë bashkëqeverisje. Ta kemi një marrëveshje politike. Nuk është të thënë të jetë identike me rezultatin e zgjedhjeve. Presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshme të jetë konsensual. E kreu i PDK-s Bedri Hamza, duke komentuar qëndrimin e LDK-s, tha se vetëvendosja tashmë i ka numrat dhe votat e nevojshme për të vazhduar me konstituimin e kuvendit dhe krijimin e institucioneve. Zoti Kurti nuk don bashkëpunim, nuk don partneritet, don nënshtrim. Këto komente Hamza i bëri pasi partia që ai drejton, bashkë me deputetët e AK-s, kanë hyrë në sallën e kuvendit në orën 11, ashtu siç i kishin kërkuar kryesuesit të tëra seancën konstituive. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstituimin e kuvendit dhe vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Para orës 8 të mëngjesit, deputetët e PDK-s kanë qëndruar para objektit të qeverisë, duke i përçuar 2 mesazhe Kurtit. E para sipas tyre që në objektin e qeverisë është uzurpator dhe e dyta, duke i kërkuar krijimin e institucioneve. Kievi ka propozuar Moskës ndalimin e ndërsjellë të sulmeve ndaj anijeve të drithrave në detin e Zi. Propozimi vjen teksa sulmet mes palëve po rrezikojnë të shkaktojnë një krizë të re ushqimore. Frika e një krize të re globale ushqimore dhe bllokimit të eksporteve të drithrave nxiti Kievin të dërgojë Moskës një propozim zyrtar për pezullimin e ndërsjellë të sulmeve ndaj objektivave civile dhe anijeve tregtare në detin e Zi. Propozimi i dorëzuar nga një palë tretë vjen pas goditjeve të përsëritura ndaj porteve kyçe si Odesa dhe Novorossiysk, të cilat kanë paralizuar trafikun detar. Për shkak të këtij përshkallëzimi, eksportet e drithrave ukrainase kanë rënë me 76% gjatë muajit gusht, ndërsa edhe Rusia po përballet me pengesa serioze për transportin e saj bujqësor. Të dy vendet janë eksportuesit më të mëdhenj në botë të drithit. Ndonse Moska deklaron se nuk ka marrë ende një dokument zyrtar, Turqia po insiston të dyja palët për shpalljen e një moratoriumi urgjent në ujërat e detit të Zi. Ishte Ankaraja që ndërmjetësoi marrëveshjen e grurit të vitit 2023 pas nisjes së sulmit rus në Ukrainë, rinovimin e të cilës Moska refuzoi pas 6 muajsh, duke ndikuar në rritjen e ndjeshme të çmimeve të ushqimeve në botë. Ka ngritur një valë spekulimesh dorëheqja e sekretares së shtypit të Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt, ndonse ajo tha se po tërhiqej për t'i kushtuar më tepër kohë familjes, ky argument nuk i ka bindur komentuesit në rrjetet sociale. Tërheqja e papritur e sekretares së shtypit të Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt ka nxitur një valë teorish konspirative në rrjetet sociale, ndonse 28 vjeçare deklaroi se po largohet për t'u përkushtuar 2 fëmijëve të saj të vegjël. Vëmendjen e mori kjo video ku ajo shfaqet e distancuar në helikopterin presidencial pranë Donald Trumpit dhe ndihmëses së tij personale Natalie Harp. Dyshimet u thelluan pas lajmit për një incident sigurie në korrik në Turqi, ku Trump u evakua fshehurazi me një avion ushtarak për shkak të kërcënimeve iraniane, duke lënë stafin në avionin presidencial Air Force One si karem për të tërhequr vëmendjen
e sulmuesve. Në atë fluturim sekret, Trump mori me vete vetëm stafin më të ngushtë, përfshirë Natalie Harpin, shkandezi spekulime online për favorizime, xhelozi profesionale apo edhe për plasje mes dy grave. Janë hedhur dyshime se Levit u zhgënjye që Trump nuk e informoi për këtë lëvizje. Sidoqoftë, aludimet bien poshtë pasi raportimet konfirmojnë se Levit ishte në leje lindje gjatë atij udhëtimi, po ashtu ekspertët e gjuhës së trupit sqarojnë se në pamjet e fundit nuk ka shenja armiqësie apo konfrontimi, por thjesht një lodhje të natyrshme profesionale. Përmbytje të paprecedenta kanë goditur përgjatë orëve të fundit Japonin, duke shkaktuar të paktën 6 viktima, ndërsa mbi 100.000 familje kanë marrë urdhër evakuimi. Japonia po përballet me një situatë pa precedent përmbytjesh pas rreshjeve rekord të shiut që ranë në prefekturën Chiba në lindje të vendit, pranë kryeqytetit Tokyo. Përmbytjet masive dhe rrëshqitjet e dheut kanë shkaktuar të paktën 6 vdekur dhe disa të plagosur, ndërsa mbi 100.000 familjeve u është kërkuar të evakuohen me urgjencë. Stuhia rekord erdhi mbi 360 mm shi brenda 24 orëve. Trefishi mesatare së të gjithë muajit gusht. Kaosi në transport bllokoi mbi 7.000 udhëtar gjatë natës në aeroportin e Naritës në Tokyo dhe la më shumë se 22.000 shtëpi pa energji elektrike. Me rrugët dhe trena të bllokuara në Chiba dhe Ichikawa, ushtria japoneze është vendosur në terren për operacionet e shpëtimit. Ky është një tjetër shembull i pasojave të ngrohjes globale që kanë shpeshtuar fenomenet ekstreme. E India solli një mbrëmje ndryshe në Porto Palermo Festival. Violina e Olen Cezarit ju bashkua ritmeve elektronike. Java i fundit e edicionit të 6 të Porto Palermo Festival nisi me një mbrëmje ndryshe. Olen Cezari dhe DJ's Night, ku tingujt e violinës u bashkuan me ritmet elektronike të DJ Pashaliman. Olen Cezari, një nga violinistët dhe kompozitorët shqiptar me karrierë ndërkombëtare, solli në skenën e Kalas energjinë dhe virtuozitetin e tij në një performancë ku muzika live u ndërthur me një atmosferë moderne dhe ritmike. I ftuari special i mbrëmjes, DJ Pashaliman, ju bashkua kësaj eksperience duke sjellë setin e tij dhe duke I dhënë natës një tjetër dimension, me stingujve elektronik dhe performancës live të Olenit. Një kombinim I pazakon, por I suksesshëm që aktivizoi publikun dhe e ktheu skenën e Porto Palermos në një hapësirë ku zhanret muzikore takohen dhe krijojnë një eksperiencë të re. Me këtë mbrëmje Porto Palermo Festival hyri në javën e fundit të edicionit të 6 duke vijuar programin me artistë dhe performanca që sjellin formate të ndryshme muzikore në skenën unike të Kalas. Ndërsa në Gjirokastër u rikthye folklori shqiptar, ansambli kombëtar I këngëve dhe valleve popullore tërhoqi vizitorë të shumtë. Gjirokastra u kthye në skenë të folklorit shqiptar. Në qytetin e Gurt erdhi koncerti Fest Folk 2026 nga ansambli I këngëve dhe valleve popullore. Antarët e ansamblit sollën këngët, vallet dhe motivet e krahinave të ndryshme shqiptare. Artashës banor, por edhe turist, ju bashkuan kësaj mbrëmje, ndërsa aktiviteti promovon trashëgiminë e pasur kulturore. Ky është koncerti I radhës I ansamblit që ka ndaluar edhe në qytete të tjera të vendit tonë. Si gjithmonë, Gjirokastra na mikpret shumë bukur, është një qytet që ka shumë jetë, ka shumë turista. Bëjmë çdo vit një tur folklorik në qytete të ndryshme të Shqipërisë, si për të njohur jo vetëm vendasit, po edhe turistët me kulturën dhe traditën shqiptare. Qëllimi jonë që ansambli, artistët të bëhen një, të bashkohen së bashku me publikun, me turistët. Fest Folk 2026 solli në Gjirokastër, një mbrëmje kushtuar muzikës, traditës dhe identitetit kulturor shqiptar. Në Green Coast u mbajt edhe këtë vit panairi I librit që shënoi edicionin e tij të 5. Ai solli përpushuesit titujt më të mirë të letërsisë që zgjuan interesin e moshave të ndryshme.
Tradita e panajirit të librit në Green Coast vijoi edhe këtë vit duke shënuar edicionin e tij të 5. Panajiri 4 ditor solli pranë pushuesve dhe vizitorëve titujt bestseller të letërsisë, duke promovuar librin si pjesë e pandashme e pushimeve. Shkrimtarja dhe botuesja Rita Petro mirëpriti të gjithë vizitorët, duke ndarë me ta opinione rreth librave dhe autorëve më të njohur të momentit. Gjinia më e preferuar dihet që është romani, por për fatin ton të mirë që jemi poet, ja që ka edhe kërkesa për libra me poezi. Pushimet në Bregdet gjithmonë ka nevojë për një libër. Ai mund të jetë libri i thirrjes suaj, të cilin ju e gjeni për të vazhduar atë mendim në cilin keni lënë analizën, po mund të jetë edhe një libër që mund të ndryshojë gjithë jetën. Interesi edhe këtë vit ishte i lartë, si nga pushuesit shqiptar, ashtu edhe nga të huajt, të cilët gjetën një përzgjedhje të gjerë titush në gjuhën angleze. Një kënd i veçantë u kushtua lexuesve më të vegjël, me libra për grup mosha të ndryshme, duke e kthyer panajirin në një hapësirë tërheqëse për të gjithë. Unë personalisht e kam hobi të preferuar që të lexoj, sidomos tani kjo është koha ideale. Thjesht për të lexuar edhe për të parë në gjë për kalamaj që mund të ketë në gjuhë shqip. Panajiri i librit kulmoi në një mbrëmje poetike, e cila u organizua për herë të parë në Green Coast Hotel M Gallery Collection. Në këtë ngjarje të veçantë kushtuar librit, Rita Petro dhe Mimoza Ahmeti interpretuan para publikut disa nga poezitë e tyre, të shoqëruara nga interpretimi muzikor i Kamela Islamajt. E me këtë material kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë Minuta Kofshi.